Jerit që na keni dhënë mundësinë si komuniteti shumicë jo sërbe që ekziston në Kosovë, bishekuj, të jem sonte. Sa herë kemi mundësi, japim rastin. Shumë faleminderit. Janë kërkesa jo vetëm te komuna, ka shumë kërkesa që janë të njëjta që 20 vite gati. Do kërkesa janë bodo, si janë bodo, e mbon gjys. Tash kërkesa aktuale është veçeverisja lokale. Na veçeverisjen lokale e kemi të garantuar me aktin me kushtetutën e aktisorit, falni, edhe me ligj. Veçeverisja lokale me ligj na garantohet nëse kemi 75% të komunitetit të caktuar. Në këtë moment është komuniteti bosnjak në regionin e Zhupës, në qytetin e Prizrenit. Do me thonë, Reçani është një fshati më i madh, është afër në Prizren. Duhet me caktu diçka, zonja Mimoza, duhet me caktu diçka se komuniteti bosnjak nuk e don komunën bosnjake. Sepse na nuk dojmë me bo diçka që dëshiron komuniteti sërb. Na nuk dojmë zajednicë. Është edhe një fakt që nuk është vetëm një komunë, po janë 3 komuna. Është komuna e Vitomiricës, komuna e Dragoshit dhe komuna e Reçanit. E thashti, nuk është... Të trijat po kërkojnë komunë, apo... Të trijat po kërkojnë komunë, veç problemi të Vitomirica është që numri bosnjakëve po zbritet. Dhe nuk plotësojnë kusht, nuk plotësojnë ato që po na garanton ligji, do me thonë 75%, ose 100%, po si jena 100%. Sepse në teritorin e Reçanit, në teritorin e Zhupës, ka dhe shqiptar, ka dhe bosnjak, ka dhe turk. Po, mirë, përveç të drejtës ligjore, që po synoni ta realizoni, çfarë të mirën mirë shenjën e ju sjell komuna në Reçani? Pse duhet një komunë kuptimin, sa ja vën më të mirë jetën, çka ju duhet? Ngomni, vetë qeverisje për një komunitetit jo shumicë, si në Kosovë, është tepër mirë, sepse na që po e kthejna temës edhe njerë, edhe pse po na garanton me ligj, edhe po na garanton ekzistencën, sepse na kena fuqit mjaftueshme me vetë qeverisë një komunë. Një komunë që është në Republikën e Kosovës, që është në sistemin e Republikës e Kosovës. Na e kena atë fuqi, na mundemi mu veçeverisë lokal. Pra mbjetoni financiarisht? Po, mbjetoni financiarisht, mbjetojmë me edukim, mbjetojmë me financa, mbjetojmë me turizm. Sepse në regionin e Dragoshit edhe regionin e Zhupës, turizmi është tepër, ka potencial tepër për më zhvillu. Dhe thoni, duke pasur pushtetin afër, pushtetin lokal, i ndihmon zhvillimit të turizmit? Po, patjetër. Pse të tjerët nuk është, niveli qeveritar nuk është se ju ka ndihmuar në këtë aspekt në zhvillimin e turizmit? Është edhe ai fakti që shpesh nuk ndihmojnë. Shpesh, do me thonë, sepse tash regioni i Zhupës është në komunën e Prizrenit. Jam të folë, regioni i Zhupës është komuna e Reçanit, ju lutem, këta duhet me caktu. Ka njerë ndodhë se nuk kena mbështetje nga qeveria, nga qendra, nga Prishtina, ose nuk kena mbështetje mjaftueshme nga komuna e Prizrenit. A potencial kena shumë. Po ju them edhe njerë, komuniteti bosnjak ka fuqi që ta bon qeverisin lokale vetë. Mirë, me që po flasim për... Edhe një sen që ka mundësi. Është edhe një fakt që edhe na dojmë me pos njerë kryetar që mu konë bosnjak. Po. Qaj është? Po ndalem të kjo çështja e mbjetesës financiare, që po potenconi se ju mund të mbjetoni, t'ja delni, dhe është bërë debat, natyrisht edhe momentin kur kishte kërkuar komuniteti para 2-3 vitesh, me sa mbaj mend, është thënë që edhe të tjerat që janë krijuar në këtë formë, shpejt e shpejt ose me kërkesa politike, nuk ja dalin vetë, ta mbajnë vetën. Ju sa e shihni potencialin që përmend zoti Bajmak për ta mbajtur vetveten një komunë e re? Procesi decentralizimi në Kosovë ka qenë proces kryesisht politik, i nisur në vitin 2003 nga Olmiku në atë kohë, i përfunduar në vitin 2009 me krijimin e komunës së Hanit e Lezit, Junikut, Graçanicës, dhe pastaj pakojat e saj ka parapas që duhet jenë edhe disa komuna tjera, po ashtu me vijen etnike, siç ka qenë Parteshi, Klokoti, Raniluku, Mitrovica e Veriut dhe Mamusha. Pra, këto kanë qenë komuna dhe kjo ka qenë forma se si janë kriju komunat. Pra, nuk ka qenë një, si thuash, proces teknik, proces, si thuash, i bazuar në studime, i bazuar në vlerësime, por ma shumë ka qenë, dhe thëtë, rezultati vullnetit politik ose ides politike të një konfiguracioni në teren, varsisht nga, do më thonë, edhe bindjet edhe orientimet që kanë mund t'jenë në atë kohë.
Ligjerisht, shikuar në Kosovë, baza ligjore është e mangët sa i përket mundësisë të krijimit komunave të reja. Përveç nenit 11 të ligjit për kufet administrativ të komunave, i cili në përgjithësi i jep disa orientime se si mund të krijohet një komunë, ligji për vetë qeverisje lokale dhe ligje tjera sektoriale nuk japin, si thua, shudhëzime ose mundësi të krijimit komunave të reja. Tashti, ju e shtruat me të drejt një pyetje nëse do thotë këto komunat që janë kriju kanë qëndrueshmëri financiare, e neni 11 i ligjit për kufet administrativ të komunave pikërisht e kërkon këtë, thotë që në rast të ndryshimit të ligjit ekzistues për kufet administrativ të komunave, sepse krijimi një komune të re nuk mund të bëhet pa pasur territor. Aja komunë duhet të ketë territor. Ai territor është pjesë e një komunës ekzistuese. Këtë rast është pjesë ekzistuese e Prizrenit. Fillimisht duhet pajtohet Prizreni, që pajtohet që një territor i saj të shkëputet nga zona administrative e saj. Komuna tjera së i kam pyetur shumë, pajtona ju. Unë thash ka qenë proces politik, ka qenë proces politik, kanë qenë rrethona krejtësisht tjera, ndërka që tani po flasëm për një proces krejtësisht tjetër dhe për rrethona krejtësisht tjera. Unë thash, fillimisht duhet pajtohet Prizreni, fillimisht. Pastaj, aplikuesi, përkatësisht kërkuesi i komunës, duhet të bëjë një studim fizibiliteti dhe duhet të paraqetë në Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, i cili studim fizibiliteti duhet të jep më s'paku 3 përgjigje. Një, cila është qëndrueshmëria ekonomike e asaj komune, cila është arsyeshmëria logjike për krijimin e asaj komune, dhe 3, cilat janë potencialet për një komunë të re. Shikuar në këtë drejtim, do më thonë, jo vetëm Reçani, ne kemi nga viti 2013 dhe në vitin 2019, 16 kërkesa, përkatësisht 16 lokalitete në Kosovë kërkojnë të bëhen komuna. Mos harroni, në vitin 2013, qeveria e Kosovës, e udhëhequr në atë kohë nga kryeministri Hashim Thaçi, i ka marrë vendimet për krijimin e 3 komunave të cilat asnjëherë nuk janë finalizuar. Ka qenë komuna e Zhegrës, e Hasit dhe e Gjonajve. Do më thonë, është votuar në qeveri. Dhe pastaj procesi ka kaluar në Kuvend Kosovës dhe kur ka kaluar në Kuvend Kosovës është që ligji për ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për kufet administrativ të komunave nuk mund të bëhet për shkak që është ligj me interes vital, ku kërkohen edhe votat e komunitetit serb. Dhe vetëm të japi një përgjigje, vetëm këtë rast po bie ndesh me ligjin kërkesa. Nuk bie po që se nuk ndryshohet. Ndesh nuk bie, por tashti me lejonit të jepi vetëm një elaborim më, si të thuash, më të detajuar. Kërkesat që janë parashtruar nga 16 lokalitete në Kosovë për të shndruar në komunë. Arsyet që i kanë ndërzuar në mapë kanë qenë 3. Ose ka qenë më herët komunë, në kohën e ish Jugosllavisë ta zonë për shembull Janijeva, ose Pozhorani, kanë qenë në periudhën e